Ne jemi të bindur se ardhmëria e tyre këty regioni bazohet në gjendjen ku të gjitha komunitetet do të jetojnë në harmoni. Në ndërkohë Bashkimi Evropian ka investuar shumë edhe në infrastrukturë shkollore, edhe në infrastrukturë rrugore, edhe në infrastrukturë ambientale. Aktualisht në komunën e Gjilanit është duke ndërtuar një shkollë. Ndërsa çadrasat me djeri po rregullaj. Pse me mitën në të këtë. Jerot. A kjo pila në rati nuk për të të ndrulloj me të këtë. Janë vizatimet të cilat I kanë vizatuar fëmijët derisa ne po bënim këtë spektakël. Ju do të shpejt. Këtu kemi B dhe këtu kemi A dhe përgjigjja e saktë është A. 27. B. Oh my God. Na Amerikë, gjurë qëtare. Amerika. E për bash? Bravo, për kapim! Përgjigja është 9 euro. Ju me doni se është 9 euro? Unë nuk mendoj, po gjokeri im mendoj. Gjokeri, Elisa mendoj se është 9 euro? Valuta e markës? Po. është në C! Elis! Uaj! Tash! Okej, kemi të petën së në B. Në përgjigja B, pasakt! Shia Pasani është fitues! E përshëndesim dërga Shiab, mund të vini edhe këtu në sken. Shiabi, do të përfaqësoj denjësisht, sigurisht, komunën tuaj, Gjilanin dhe të gjithë qytetarët në Garën e Madhe në Prishtinë, në qoftë se fiton në Prishtinë, ai do të shkojë në Bruxelles! Në Evropë në qytetin tuaj, kamioni Magic për plot arktim, këngë, humor, program artistik, quiz mbi njohuri për Bashkimin Evropian, Garë e Madhe ku qytetet e Kosovës garojnë për çmimin e qytetit më mikpritës dhe më të mirë. Edhe qyteti juaj do të garojë, Ejani në qendër të qytetit dhe përkrahni qytetin tuaj në Garën e Madhe, Eja në Evropë. Aplikoni në quizin për njohuritë mbi Bashkimin Evropian, fituesi udhtim në Bruxelles, më shumë çmime tjera të mrekullueshme. Ejani dhe kënaquni me ne. Roadshow sjell edhe këngëtar të fatshëm në qytetin tuaj. Ejani dhe bashkangjitoni. Roadshow vjen për të shpjeguar procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Është iniciativë e ICO, QSR, EULEX dhe Komisionit Evropian.